A shihni lëvizje politike apo figura të reja që mund ta zëvendësojnë të klasë politike, apo si e shihni të ardhmen politike si rezultati këtyre protestave dhe kësaj pakënaqësie në popull? Padyshim që nga kjo do dalin dhe duhet dalin figura politike, ndonë se është nisur nga shoqata, nga aktivist, se edhe ti jesh aktivist është bësh politik, apo jo? Kanë shumë shoqata aty që janë organizuar për të mbrojtur interesa ndryshme, duke filluar që nga shoqatat ekologjike, tek shoqatat që janë ngritur nga grupe të caktuara që po ju grabitet toka, siç mund të kenë dëgjuar në Rjoll për shembull një shoqat, në Dukat janë të tjerë, ka shoqata aktivistësh që kanë protestuar vazhdimisht në Shqipëri për gjëra të ndryshme, qoftë edhe për situatën në spitale, për situatën politike nga njerë, për aktet policisë, në njerëzve, pra ka shumë shoqata. Është koha kur ndoshta prej këtyre mund dalin edhe figura politike që të krijojnë një lëvizje, por si thash ajo shumë heterogjene dhe është vështirë që t'i bashkosh gjithë sepse po krijove domethënë kjo protestë, thash, po e qym dhe lëvizje po duash, po domethënë është vështirë që kjo ka një pakënaqësi bazë që është bazë për gjithë, që në fund fare mund thuhet edhe është një protestë për dinjitetin e shqiptarëve. Që të gjithë e duan, je i majt, je i djathtë, je ku diun ekologjist apo je ku diun për zhvillimin e këto, je ku diun konservator apo progresist, të gjithë dinjitetin e kanë të rëndësishëm. Dhe kjo është një protestë për dinjitetin. Të dalësh pastaj me një parti apo qoftë një lëvizje politike që do të thotë edhe të kesh një orientim më të qartë, një vizion për botën caktuar, dhe në këtë aspekt aty ka, si thash, është heterogjene dhe është e vështirë që të dalë një parti e vetme, mund dalin disa parti të reja që mund të dalin, por njëkohësisht nuk mendoj që klasa politike që ekziston duhet spastru komplet, kupton? Ato sigurisht partit nuk ke edhe me ligj, nuk kemi në diktaturë që bëhet një revolucion dhe vendos një diktaturë. Në këtë rast, sikur të fitoj. Këtu kërkohet rënja e qeverisë, krijimi një krize politike, nga e cila pastaj duhet të krijohet një qeveri teknike, thon disa, duhet parë se si do menaxhohet gjithmonë brenda kushtetutës edhe ligjit, që do thotë se partitë e reja e vjetra kanë drejtën e tyre të ekzistojnë, por që të jenë kompetitive, do duhet të bëjnë gara në një sistem ku ka vot lirë dhe jo vot kapur, pra të krijohen të tjera gjëra, dhe sigurisht disa lider të komprometuar, qoftë nëpërmjet drejtësisë, qoftë nëpërmjet edhe, si më thash, nevojave për të ruajt, si më thënë, edhe emrin e një partie ose çaj ka mbetur një partie, duhet të largohen. Pra, është diçka që duhet parë në proces.